Me këtë mesazh dëshiroj të njoftoj shqiptarët në Shqipëri dhe kudo që janë, si dhe mbar opinionin ndërkombëtar, se mbrëm dhe sot një rebelim komunist i armatosur, i organizuar nga ish komunistët shqiptarë dhe ish policia sekrete shqiptare, në bashkëpunim me agjensi të huaja zbulimi, ka shpërthyer mbrëm në Vlorë dhe disa zona përreth. Janë dhunuar ligji, rendi kushtetues, jeta e qytetarëve, institucionet dhe integriteti territorial i vendit, duke krijuar kushtet për të zhytur Shqipërinë në një luftë civile. Këto grupe terroriste, pasi dogjen dhunuan institucionet shtetërore në një seri qytetesh, pasi terrorizuan popullsinë e Vlorës duke djegur e vrarë, janë vërsulur aktualisht qyteteve të jugut për të marrë pushtetin me forcën e armëve. Objekti i sulmeve të tyre kanë qenë njerëz të pafajshëm, bashkitë dhe komisariatet, janë thyrë burgje dhe janë armatosur vrasës dhe kriminalë ordiner, janë thyrë bankat dhe janë grabitur me qindra milion lekë, janë sulmuar shtëpitë e qytetarëve dhe dyqanet e tregtarëve me synimin e qartë të terrorizimit të popullsisë, bllokimit dhe marrjes pushtetit me dhunë. Rebel të armatosur komunist, të ndihmuar dhe financuar nga agjensi të huaja zbulimi, kanë filluar veprime luftarake për të përmbysur pushtetin dhe vendosjen e sundimit të tyre në të gjithë vendin. Shtabet e tyre në Vlorë dhe Tiranë, si dhe në qytete tjera, kanë formuluar listat e zeza dhe bërë projektet më ugërzeza për të varrosur përfundimisht demokracinë shqiptare. Në Vlorë dhe disa zona të tjera nuk sundon me ligji dhe shteti, por terrorizmi dhe bandit të kuq. Mbrëmjen e 1 marsit